Problematike e ujit për pije në rajonin e komunës së Tearcës shikuar në retrospektiv ka bërë një ecejaqje të vështirësuar. Ky fenomen përherë ka shqetësuar banorët e fshatrave respektive. Tani kujtojmë se ka ardhur koha që kjo çështje të kanalizohet dhe të merr kaje të një epilogu që jep për të shpresuar se burimet e ujrave do të kenë një pikë të vetme nga ku dhe do të bëhet degëzimi i rrjeteve të ujësjellsve për të gjitha zonat në nevojë. Qendrat e ujësjellësit mbi malet e Tearcës janë në rrugë restaurimi. Sistemet e vjetra tani janë duke u restauruar me qëllim që të krijohen parakushte që rrjedhat e ujit të kenë kapacitete të kënaqshme për furnizim të qytetarëve 24 orë në ditë. Është duke u punuar në atë plan që cilësia të plotësojë standarde dhe parakushte të kohës së re. Ne ndodhemi në vendin e quajtur te Kumpirat ose përndryshe te kisha e vjetër Ilire përmi Tearcë, ki vjen të largësia afër 2 kilometër. Në momentin ku jemi këtu është njëna prej turbinave në lumin Bistrica, ndërtohen 3 mini centrala. Kjo është e dyta. Në këtë moment këtu bëhet edhe tubimi i ujtit që dhe rezervuaret për sistemin e peshkimit që mos të dëmtohet. Edhe më poshtë dahet ujti prej turbinave, marrëm ujtin diku te 200 litra në sekundë, do të marrëm për fshatin Tearcë, gjithashtu do të kesh edhe një ventil për fshatin Përshevs dhe Glloç. Ky është interes, ky është projekt kapital shumë i madh, me vlerë të madhe, gjithashtu edhe për rrymën, kuptohet e rrymësa, por ne interesi jona se ne do të marrëm një ujë shumë të pastër për pije për këtij projektit. Ky ujë është i lumit Bistrica Tearcës, deri tash që është shfryzuar vetëm për ujitje dhe për pije poshtë. Mirë po tash me rastin e këtij ndërtimit të hidrocentraleve, ne do të kena edhe një ekonomikisht në aspektin financiar diçka do të kese një përqindje edhe për komunën. Edhe do të kese punësime, do të kese, mendoj se çato janë për ne. Përndryshe kompania i kryen punët e veta dhe ujti përpara ka shku në këtë mënyrë si që e shoh. Mirë po tash ne ujtin do ta kena në përgypa, fal këtine hidrocentraleve, si që shifin këto gypat e mëdhej që janë këtu për shembull, ujti tash do të shkojë në përgypa dhe shumë afër fshatit do jetë edhe sasia e ujtit do të jetë më e madhe për ujitje për fshatin. Kuptohet edhe numër në turbinën e fundit ne do ta marrëm edhe ujin për pije. Në atë ujin për pije që e marrëm, çka ta kena të qartë se ujti do të jetë shumë i pastër se kalon në për 3 turbina. Ai ujë do të jetë me oksigjen shumë, do të jetë i pastër, edhe ka sistemin e pastrimit, këto e kanë kompania e ka rregulluar në atë mënyrë shumë të suksesshme saqë një ventil edhe një sistem i pastrimit do jetë 160.000 euro vlera. Do të thonë se do të jetë ujti shumë i pastër për pije që do ta marrëm ne. Objektet bazë ose thënë ndryshe kaptazhat parashihet të kenë një pranueshmëri kohe, pusetat e grumbullimit me standarde, pastaj një linjë rrugtimi me mundësi lëvizje sa më të lehtë. E rëndësishme është theksohet se në komunën e Tearcës është duke u punuar në këtë plan. Vazhdon të ndiqet teoria e punimeve, kuptohet gjithnjë sipas grafikut të punimeve dhe projekteve preventive. Ndër prioritetet bazë të komunës së Tearcës dhe kryetarit të saj zotit Isen Hasani është që të vendosë në administrim real punën e ujësjellësve në të gjithë rajonin. Është e udhës që paria e komunës së Tearcës të komunikojë sa më afër me qytetarët për çështjen e ujit. Problem ky që është konsumuar shumë nga struktura të shumta në të kaluarën. Kjo dhunti është një dhunti nga Zoti, që se ka çdo kush. Fal asaj që neve jemi banorë të këtij fshati dhe jetojmë këtu, që kemi kot pasuri nga natyra, por ja pasuritë nga natyra bien edhe pasuri tjera të cilat investohen në këtë drejtim. Të themi, kemi 3 mini centrale të cilat do të investohen, 87, 88 dhe 89 apo 99. Është një kapital shumë i madh, po interesi i këtij fshati do të jetë, besoj se në të ardhmen do të jetë shumë i madh. Po ja që qytetarët pak janë mos e them atë shpirt ngusht, po duan me çdo kush që diçka të bëhet para se më u kry këto punët. Po neve çdo herë në bisedime dhe në konsultime me kryetarin e komunës, si dhe me investitorët, besojmë dhe shpresojmë se ata do të na dalën në ndihmë edhe për shumë punë tjera. Unë pikëparë përshëndes kryetarin e komunës, i cili është jashtëzakonisht i lëvizshëm në këtë drejtim.
për me atë një investitor këtu të bën gjithë këtë investim është shumë një punë e madhe, ai që e kupton. Thëm, neve nga ky lum kemi shfrytzuar një ujë, të them, jo adekuat për të pi, nuk ka qenë i pishëm, po të shtash nga investitorët dhe kryetari i komunës na kanë siguruar se ky ujë do të jetë i pishëm edhe ka gjasa që të jetë një ujë pa klorimiq. Do të thonë, do të jetë 0,01% mund të ketë mund të jetë i padim, asa që tash, pasi që e kam edhe profesionin, jam edhe ujësjellës, tash për momentin ujë nuk e kemi të pishëm. Edhe shpresojmë që në të ardhmen ky ujë do të jetë i pishëm edhe për fshatin tonë. Nëse neve gati 20 vjet vujmë për ujë, pasi që ujtin e kemi mbi kokë, edhe nuk na kanë mundsuar mjetet që neve të kem ujë për të pije, shpresojmë edhe lusim kryetarin e komunës me gjitha fuqitë e veta që ka dhe investitorin, ku edhe neve do të jemi pjesa atij investimi që përshërsa të ketë një filter të ujit të pijes, kështu që ta zgjidh këtë problem. Them 365 ditë neve nuk kemi ujë të pijes. Jo që nuk kemi ujë të pijes, nuk kemi edhe ujë për të la tesha, edhe për higienë nuk e kemi ujtin, momentalisht. Po durimi i qytetarëve kanë jashtëzakonisht i madh, që kanë duruar çdo gjë të bëhet, me thjemjen e gipave, me ujtin që është ndot, duke nditur në atë shpresë se një ditë do të kemi ujë të pijeshëm mjaftueshëm. Edhe shpresoj në këtë më shumë fokusohemi në këtë që përshëca ka 600 shtëpi, ka mbi 3.300 banor, që edhe ato një ditë ta kenë ujë të pijeshëm si gjithë qytetet tjera më të mëdha. Unë kisha edhe diçka, i kisha apelu Ministrit të Ekonomisë, Valon Saraçinit, si dhe Ministrit të Ekologjisë, Abdulaqi Mademit, që edhe ato të kontribojnë në këtë drejtim që neve me dojmos të vjem një filter të ujit për pijes. I kisha lutë në mënyrë më të sinqert edhe në emër të gjithë fshatarëve. Tani, me atë që pam terren, të cilën gjithë mund të dëshmojmë se puna e ujësjellësit është në rrugë të mbarë dhe nuk ka hapësirë që këto nevoje jetike të problematizohen ose të politizohen. Pushteti lokal në komunën e Tearzës është në rrjedh këtyre proceseve, i ndërgjegjshëm për punët që duhet bërë. Në këtë projekt shumë madhor dhe shumë serioz, asgjë nuk ka mbetur pezull dhe pa përgjigje. Në këtë rrugë, rëndësinë e disa çështjeve teknike nuk duhet lënë anësh, sepse dhe këto imësira janë jo pak të rëndësishme. Lidhur me punët që janë duke u realizuar në shtratin e lumit, që në popull njihet me emrin Lumi i Bardh, dhe jo rastësisht sot jemi dalë të përcjellim në vazhdimsi punët si shkojnë nga kompanitë që janë duke punuar për ndërtimin e 3 mini hidrocentraleve, të cilat realizojnë projektin nga investitori italian Hydro Solo Power. Kështu që apeli im është të qytetarët të kenë dorim për arsye se gjatë punimeve që ndodhin vinë ndesh edhe me rjetin e ujit pjesë të 3 vendbanimeve, fshatit Glloq, Përshevs dhe Tearzë, dhe shqetësimet që i paraqesin mbajnë për arsye se ko pas kohe vinte ndërprerja e rjetit të ujit pjesë lidhur me këto 3 vendbanim. Kështu që vendbanimi Tearzë ujin e ka të një cilësie më të lartë për arsye se ndodhet në sistem dhe kemi në kontroll të vazhdueshëm, ndërsa 2 vendbanime tjera, fshati Përshevs, nuk janë në sistem. Se përket kësaj çështje, neve nga fillimi deri më tash, po edhe deri në përfundim të punëve të para do t'i përcjellim në vazhdimsi se kemi edhe marrëveshje të arritur të nënshkruar reciproke në mes të investitorit, Ministrisë Ekonomisë dhe pushtetit vendor. Kështu që problemet që i kishin drejt për drejt me rjetin sekundar në shtratin e lumit Bistrica për skaj pra lumit, një rjet me gipa të vendosur më herët, mund të themi para 2 dekadave, gipa me përbërje kancerogjene, ata në gjatësi mbi 1 kilometër janë sanuar dhe punohet në kilometrin e ditë, që do të thotë pavarësisht të 2 kilometër e gjysmë do të vendosen gipa
të cilët i plotësojnë standardet me PVC mas, pra polietilen, ndërsa për opinionin ta kjenë të qartë një gjë që kur do të finalizohen gjitha punë dhe do të përfundoje plani i parapar për ndërtimin e 3 mini hidrocentraleve nga ai moment e andej këta 3 vendbanime do të pinë ujë të pishëm të cilësisë së lartë për arsye se ai ujë do të kaloj në gjithë rrjetin edhe në turbina ku do të rritet dhe do të ketë edhe rritje të oksigjenit në përbërje të ujit. Pikërisht në këtë drejtim neve punojmë në formë ekipore, duke patur parasysh edhe planin strategjik të zhvillimit të komunës në aspektin ekonomik. Dhe derisa potencum 3 vendbanime, po mos harrojmë një gjë, në nivel të komunës neve i kemi përfshirë të gjitha vendbanimet, edhe në vendbanimet tjera kemi në konsiderat gjendjen faktike që është, kështu që i shkon një falënderim edhe pushtetit qendror, Ministrisë së Ambientit dhe Ministrisë së Ekonomisë, për arsye se të di ministrit përkatëse në koordinim me neve shkojmë që problemet të kësaj natyre të sanohen, të eliminohen dhe mos t'i kemi në të ardhmen dhe hapi i parë që është për të përshëndet me vendimin e marrë nga Ministria e Ambientit nivel shtetit që gjitha vendbanimet të jenë sistem, ndërsa në komunën e Të Arcës neve punojmë në këtë drejtim që shumë shpejt do të zgjedhim edhe çështjen e ujit pjesë për fshatin e Rasht, fshatin Dobrosht dhe në vendbanime tjera ku konstatojmë se ka nevojë emergjente për të intervenuar. Neve në këtë drejtim jemi optimist bashk me gjithë qytetarët, pasi edhe unë i takoj kësaj komune dhe ke marrë përsipër përgjegjësinë njëkohësisht, sa është privilegj, është përgjegjësi dhe me nder, atë do të gjikoj opinioni në të ardhmen që me punë që janë realizuar deri tash dhe që vazhdojmë, neve do të marrim përgjigjen nga populli. Konsultat e fundit mes kryetarit të komunës së Të Arcës zotit Isen Hasani dhe ministrave përkatës të pushtetit qendror kanë shkuar drejt shumë marrëveshjeve, të cilat pritet që të konkretizohen në një kohë të afërt. Edhe pse nuk është folur shumë për detajet punëve të shumta në komunën e Të Arcës, paria këtu në këtë rast do të mbaj peshën bazë të aktiviteteve dhe projekteve të intereseve të përgjithshme. Kujtojmë se pushteti lokal në Të Arcës funksionon në sistem të shëndosh të ndarjeve të përgjithësive. Sigurisht se në këto zona po aprohet drejt reformave të thella dhe efikase në reflektim të gjërave në sferën e decentralizimit.